nga procesi i pranimit patatës deri në përpunim, deponim dhe shitje në për gjitha pikat në Kosovë. Kjo është pjesa që ka afërsisht 250 punëtor. Sfidat fillojnë nga arat. Edhe janë sfida që janë të natyrës, që nuk ngaren nga ne. Edhe shpesh ndodh që janë të rrezikume prej vërshimeve, prej thatësisë, prej smundjeve të ndryshme. Do të thonë sfidat më të mëdha janë atje. Edhe ku e them me shumë përgjegjësi se çipsat prodhohen në ara. Nëse atje kem gabuar gjatë procesit prodhimit të lëndës parë, është e kot pjesa brenda. Do të thonë do të jetë sfida, do të rritet shumë herë më tepër. Mirë, por ne kemi punuar vazhdimisht në dy drejtimet. Do të thonë edhe në përmirësimin e kushteve gjatë procesit prodhimit patatës dhe në pjesën e procesit të përpunimit.